Faleminderit Miranda Ashani që ishte pjesë e Folship Show-t dhe na mregullove pak me ato strofat e shkurtra të këngëve të zërit melodios që ka Miranda dhe tash ne kemi njeriu e çuditshëm. Sonte në Folship Show, njeriu i çudirave, vëlla, thash edhe herë, në shqiptar çka s'dim me bë, çka s'dim me vepru, çka s'dim me maru, çka s'dim me prodhu. Në ideal na lajmërohet në telefon dhe thota ka mundësi me qenë pjesë e Folship Show-t sepse unë kam bërë një shpikje, një zbulim, edhe zbulimi thotë është një telefon i cili e ka dizajnuar, është duke në proces për ta prodhuar, është i licencuar dhe telefoni që do prodhoj sipas Fidan Ali Musait do funksionoj dhe do punoj pa patur nevojë me mbush me bateri apo me fut në rrym, pra ka mundësi me nej kursy paret me ble adaptera. Tash sa qysh tek inshallah veç Fidan të runë zoti e mos po na shkon sigurisht që e prodhoj makinën me ujë të punë. E ftoj me Eduard Rokition big up Fidan Ali Musaj. Mirë se erdhën në Folship Show. Faleminderit për mundësinë. Ju përshëndes ju Altin, gjithashtu dhe ju Marosh edhe stafin realizues. Faleminderit shumë Fidan. Kënaqësia ime që t'jem pjesë e Folship Show. Ideja ka qenë qysh me marrë deri te një zgjidhje alternative për vetë telefonin tim. Kur më parë. Tash ti jemi të qartë. Fidan Ali Musaj nga Deçani apo jo? Po. Jeton në Strelc. Në Strelc jeton? Po. Okej. Zbulimi i juaj apo shpikja juaj është një telefon apo jo? Po. Ka të bëjë me, domethënë, një shpikjen të integruar në sajt një dizajni, një pajisje 3 mobile. Këtë kom nisë domethënë që vitin 2016-2017 ku kam qenë si student në Universitetin e Vienës, pa ta kalu prej juridikut për me studiu në Vjenë. Po që qëllimi ka qenë që të zhvilloj atë idenë, inovacionin brenda vetvesës. Aty i kalova disa vështirësi, një me thonë ma trup, mësova një rrugë të re, si duhet të patentosh, si duhet të kesh në pronësi atë që ti din të krijosh. Për këta e falemderoj edhe Adolf Milmant, ekspert i patentës austriake. E falenderoj edhe Safet Ramen, gjithashtu edhe Ministri i Inovacionit, Ministrin Beqa që ishte atëherë në 2019, për mbështetjen e tyre që më dhanë mundësi një grant kur u ktheja nga Vjena që të vazhdoj për zhvillim në inovacion. Na shqiptarët që shiko me pjeshke pasi bëu telefonin. Po. Çfarë do të thonë kjo me pjeshkë? Kjo, dizajni ose logja e pajisjes mobile që kam integruar në sajt të shpikjes pajisjes mobile, të modifikuar nga unë. Ka qenë që unë jam ballafaquar mes 2 poleve të ndryshme. Edhe unë si alternative kam gjetë një rrugë të mesit që të arrij një cak pavarësisht vështirësive edhe zhgënjimeve që kam pasën me pretendime një arrin, jo s'kem arrit, është problemi sfidu monopolet, është probleme koni me pas një pajisje mobile, edhe nisë prej asaj që unë nuk e kom një ose të avancum një fakultet teknik ose inxhinier të shkencave diplomume. A është kopje dikuj kjo? Kjo ka të ngjason me pajisjet mobile aktuale, po që zhvillimi i saj për nga ndërtimi dhe shpikja në thelbin e saj ndryshon shumë nga pajisjet mobile aktuale. Amo kjo, momentalisht që po shohim këtu, a është kopje dikuj e 100% apo jo? Ja, ka ngjashmëri me një pajisje mobile, po që sot kamerat këto zakonisht janë në trend duke shtyr monopolet jo puna e qartësisë, pikseles, e tjera. Kjo ma shumë ka të bëjë me një integrim të një modulit
në brendësinë e telefonit, disa aksesore, disa që i kom integru, që i kom punu për nga ndërtimi i gjysmë përquzve, falë të shkencave që kom studiu të shkencave të nanoteknologjisë, si në piksel, në projektor, në zhvillimin e mbrojtjes ndaj faktorëve val 5G, ka të integruar edhe në sajt e shpikjes edhe një mac të diabetit, që sot është shumicën e trive, trejave dhe pavarësisht moshave të shtyme. Telefoni ka. Po, është shumë i sakt që pajisjet mobile të monopolit sot nuk e kanë këtë dhe falë kësaj dhe disa gjëra tjera që i kom shpik, i kom integruar në sajt zhvillimit të kësaj pajisje mobile, pretendoj që në tarmen me lancimin e këtij produkti në treg, do të mund të sfidoj monopolet e tregut të pajisjeve mobile. Atëherë, Këto janë plane? Po, apo këto ki janë, prototip? Po, unë këto janë planet që sfida e parë ishte që unë ta zhvilloj pajisjen mobile në sajt të ndërtimit teknik, si inxhinier i sajna, që ta dorëzoj në zyrën e patentës së Austrisë, të morë në vlerësim ekspert dhe inxhinier që janë doktor shkenca në të shkencave inxhinierike. Dhe falë kësaj zyra patentës së Austrisë me kry presidentin e patentës austriake për çështjet teknike të përpunimit të shpikjes patentës e ndërtimit të telefoni, ma kanë ofruar një përfaqësues, një avokat pa pagesë, që shpikja të patentohet që si për nga dizajni, si për nga materia e ndërtimit. S'është e patentuar akoma? Ja, kjo është e patentuar. Është e patentuar? Po. Unë për nga dizajni është e kom mbrojtje deri në vitin 2049. Shqinë në certifikata nëse keni vendosur monitor. Po, certifikata është mbrapa, po a na lejo ta bëjmë publike? Po, mundi me bë publike, është domethënë edhe eksperti patentës Johan Mas, dere Dipel inxhinier. Tjetra ishte regjia, më duket ajo qendrore pak më përpara. Nuk të shoh tash. Ja, kjo më duket. Është kjo certifikata? Po. Janë 3 certifikatat e patentës dhe certifikata patentës këtij mobili që ti ke ideu dhe ke po, shpik. që e kom ndërtuar unë vet. Po, që e ke ndërtuar. Po, që e kom pra ky është një mobil në letër, jo i praktikuar. Kjo është në letër, në sajt tina do të ndërtohet pajisja mobile, prototipi që do të lancohet në treg. Okej. Po. Logoja dhe marka, unë me sajt kësaj ne kam dorëzuar dhe aplikimin për logo mark, që përfaqëson pajisje mobile në tregun e gjerë, në të ardhmen që do të zhvillohet. Edhe tash për nga ndërtimi teknik i brendshëm këtë javë e pres patentën, që veç që më është konfirmu patenta, që është e mbrojtne, dhe mund të kontaktoj dhe publikoj për investitorët për prodhimin e kësaj pajisje mobile, që është shumë ma e softifikume, ma avancume, e cila ka një qasje 3 për përdorimin e individëve në mbrojtjen e shëndetit tyne dhe që ka në një kohëzgjatje në rujtjen dhe shfrytëzimin e energjisë së pajisjes mobile gjatë aksesit në to. Domethënë gjatë përdorimit të kësaj pajisje mobile. Çfarë do thotë kjo kohëzgjatje? Domethënë kjo pajisja mobile që kom ndërtuar në fal ndërtimit të disa komponente të gjysmë përqudhëve, studimin mbi shkencat e nanoteknologjisë, kjo e shfrytëzon një lloj energjie që mund të punoj nga 2 javë deri në 1 muaj pa pas nevojë të karikohet në një energji alternative. E si funksionon? Me energji solar apo? Kjo është integruar një modul që punon në sajt të energjisë së brendshme, që për momentin nuk mund të prezentoj në detaj. Këto janë shpike personale tuat apo janë? Kjo është shpike personale, kjo nuk është e nvarë nga një energji solare. Po prej dika duhet me marrë reglat fizike? Po, kjo ka një alternativë 3 energjie që pretendoj edhe në të ardhmen që nga 2 javë në 1 muaj të rriti performancën e kësaj pajisje mobile deri në 6 muaj apo në një kohë më të gjatë.
Po nga e merr energjinë kjo, nga fiziku, nga trupi, nga energjia truprore. Kjo është falë në ndërtimit të modulit të integrum, shpikjes së modulit të integrum në brendësi. Pa moduli s'është bateri, nuk është rrym. Është më shumë se bateri, është më shumë se modul të një energjie alternative. Po për diçkajt e marrë energjinë, se vetë me kriju energji, kjo quhet perpetuum mobile, punës për rrezave nuk ekziston. Domethënë, është rregull fizike. Nuk është për lidhje me perpetuum mobile, ne kam aplikuar në vitin 2016-2017 në zyrën e patentës austriake, që përshëndes personalisht ekspertin në fjalë, është pamundshme, është parritshme. Po si që edhe tjetë arritshme është pa e pranueshme për botën komerciale qoftë të individit apo të biznesit. Po, në përgjithësi sipas rregullave fizike, mund të ekzistojë në të ardhmen një pajisje. Mund të ekzistojë ndoshta me zhvillimin me një qasje të re që pretendoj të krijojë një kompani dhe të vazhdoj rrugtimin drejt këtij misioni ose kësaj agjente. Do thënë kjo pajisje mobile mund me mat diabetin në gjak, sipas planit, sipas teorisë, edhe po lexoj këtu po shkruan mbron përdorësin nga kontaktet e drejt për drejt me valët 5G. A dihet, domethënë shkenca ala nuk është e sigurt, shumica besojnë që valët 5G nuk janë të rrezikshëm, po janë si teori. Te energjia frekuencë 5G është e mundshme edhe ekziston. Kjo për me qenë më saktë, më e kuptueshëm këtë drejtimin e 5G-ve, po sigurisht ekziston në një frekuencë. Mund të thonë sot 5G është klapa mbyllet, mund të ekzistojë në një frekuencë më e lartë, por që për opinionin ose për dhuruesin e pajisjeve mobile nuk është pranueshme, nuk është e dokumentuar me një fjalë për shkak të shëndetit publik. Nuk mundesh më na thënë këtë detajet nëse për arsye patentit, po si funksionon kjo parafërsisht, mbrojtja nga valët 5G? Kjo ka të bëjë me një qasje në zhvillimin e një tranzistorit që kom zhvilluar vetë, që kom integruar në pajisje mobile, që tashmë edhe është e mbrojtur dhe asnjë kompani mobile nuk mund ta ketë apo ta përdorë një qasje zhvillim të tillë. Kjo mbron si përdoruesin gjatë akumulimit apo gjatë kontaktit me ta. Edhe kjo është modul. Edhe kjo është një lloj moduli, se tranzistori përbëhet nga 3 fusha që ndërlidhen mes njëra tjetrës. A ke prodhuar diçka për veten tënde për ta testuar? Po, unë kam bërë disa prova eksperimentale në një laborator tem që kam pas në Kosovë, të kufizimi gjatë komunikimit me internet, edhe gjatë akumulimit. Këto mundi me bëu një eksperiment shumë thjesht, po e vendosim një telefon në rrym, edhe morëm një ampermeter ose multimeter, edhe e shohim sa është rritja e energjisë e shtrembullt në karikim gjatë pajisjes mobile. Po ta kesh në dorë ti çat energji, domethënë ti e të vendos në vesh, ti domethënë je shumë nga afër kontaktit të sistemit nervor me çt pajisje mobile, që është shumë e dëmshme. Zakonisht e shregullimet neurologjike, pajisjet mobile sot kanë pru shumë shregullime si të shregullimit të gjumit, nervoza, stresit që janë si pasojë ndikimit të gjatë në pajisje mobile që ato rreza apo që ato valë të ti ose të personi individi barten në mënyrë të pavetdijshme. Deri tash këto janë teori. Domethënë në letër, teori që janë të patentuar. Të patentuar, domethënë cila a mundesh më na kallëzu pak në detaje se këto patentet janë shumë të komplikuara. Çka sakt është e patentuar? Është ideja e një telefonit që i ka këto funksione?
apo një teknologji e veçantë? Kjo është një ide një telefoni, një zhvillim më i ri, do me thonë më evolutiv i një pajisje mobile për të ardhmen që pretendoj të sfidoj kompanitë lidere. Po teknologjia mi sfidu kompanitë lidere? A është një lloj frike mi sfidu? Po, është një frikë, është një edhe mund me qenë shumë serioze nëse nuk e pranojnë ofertën, apo nuk e pranojnë. Pra ti je i hapur për bashkëpunim me kompanitë monopolet? Unë jam i hapur për bashkëpunim me monopolet, që të bashkëpunojmë, por jo që të dëmtojmë interesat e njëri tjetrit. Interesi im është vetëm mbrojtja e shëndetit publik, ndërtimi një kompanie që do të përfaqësoj titullin shqiptar, kombin ton shqiptar. Jo më interesum edhe jo më hapur edhe për investitor shqiptar, po qoftë edhe për të huaj që e ardhmja në të ardhmen ta kemi një pajisje që do të përfaqësoj identitetin ton kombëtar shqiptar. Do të thënë nëse funksionon ashtu që ki po planin, sa një maj inovativ është ai procesori që e marrë energjinë për një kohë shumë gjatë. Pse të ka shku menja me përdor këta me një pajisje mobile, sepse kjo nëse funksionon ashtu që shpëthu ti, mundet mu përdor në për makina, në për, do më thënë, këtë teknologjinë e botës. Po, na pretendojmë që të pajisjet mobile të në tarmen, kemë si për nga ndërtimi dizajnit, si për nga ndërtimi teknik i materies e produkte të zhvillojmë një qasje të re, një qasje më alternative, me një kostum më tull, edhe duke pas parasysh se kërkesa e energjisë është gjithmonë e rritje, të kem një lehtësim në shfrytëzimin e energjisë për pajisjet mobilit që janë çdo ditë më të avancuara. A keni ekip në këtë plan, në këtë zhvillim të këtij mobili apo je vetëm? Jo, unë punoj vetëm. Kjo më ka dhënë një farë mundësie që gjithë më thojnë, nuk është e mundshme, nuk është arritshme, ti sa nuk bën, ti punon ditën punë zakonshme, në prome çka bën ti kurrë. Kjo do të thonë më ka shty më shumë me ardhe dhe më ka nxitë edhe më ka edhe më shumë që atë botën time inovative të një shtytje edhe më shumë që të zhvilloj edhe që falës ekspertët patentës, avokatit parse, zysh patentës austriake, të zhvilloj të marrë patenten dhe sot faljush të prezentoj një nga prototipët që në tarmen do t'jenë konkurrues në tregën e monopolet të pajisje mobile. Me çfarë formule ke marrë këtë patent aty? Patentimin, si e prezantuar tek eksperti patentës? Eksperti për të marrë patentën, si ke thënë, apo thjesht me fjalë ose më shkunesë me ton? Unë edhe unë bëj një makinë që ecë fluturon, po se dia marrë patentën. Ke drejt Altin. Kështu. Unë në 2016-2017 unë kam bërë kërkesat e para për patentimin e një display. Unë kam zhvilluar, do të thonë atë intuitën time, qoftë në ndërtimin e një display, në një piksel, qoftë në ndërtimin të një moduli, qoftë në ndërtimin të, do të thonë, kam bërë shumë holomtime edhe në sajt e energjisë kuantike, të alternativa të reja për energji, për pajisje mobile dhe qoftë për atë për dishmërisë. Ku kam dorëzuar 2016-2017, patenta ka qenë, do të thonë, një dizajni produkt, që kam punu vetë. Ka thonë, jo, Ali Musa, kjo nuk bën më ardhë me ngjyra, me që ke punu ti, po ti duhet me vizatu anën teknike tina. Me përshkru anën teknike, vizatimet teknike dhe mirësinë. E kom ndërzuar ato edhe për shkak që tani financiare, unë më ka dash më kthyn në Kosovë, më ka kalu viza studentore, edhe më kthyn në Kosovë, kom bënë kërkesë, më kom pauzu. Në 2022, unë kom startu edhe kom bë, do të thonë, kom ridërzu vizatimet teknike, kom bë ndërzimin e përshkrimeve, edhe eksperti patentës më ka thonë, ma ka konfirmuar që patenta ekziston, kjo si shpike mund të pranohet, po që ty të vynë të për çështje teknike rreth përpunimit patentës të vynë një avokat. Edhe unë i thash për çështje teknike të përpunimit një avokat, tash nuk ka mundësi financiare, se është një kosto shumë e papërballueshme. Edhe ata ma dhanë një formullare musha, sa po ta dhojnë si privilegj, duhet ditë që në statusin tim nuk posedojnë ndonjë status
të Austrisë, do me thonë nuk kam banore e Austrisë, si në sajt të rëndësisë së shpikjes do me ta dhoni favor që ti të ngritesh. Bukur Fidan. Tani supozojmë që ti u patentuar, supozojmë që arsyeja është që sot ti po kërkon donator. Po, për ta zhvilluar këtë startup apo si ta themi këtë projekt. Në sajt e këtij projekti nëse del një donator, po, edhe thot hare këtu edhe ti investon. Po. Ti hedhaj ku diun, një X shumë lekësh. Dhe projekti i mobilit nuk funksionon. Nuk e man baterinë, siç pretendon ti. Nuk ta mat diabetin siç funksionon ti. Investimi shkoi. Çka ndodh? Jo. Zyra patentës së Austrisë asnjëherë nuk ta mund ta jep një patent ose ta konfirmojë një patent që një produkti që nuk i plotëson standardet ose nuk i plotëson kriteret si produkt që ai të patentohet, që në termen ai të del si. Pra nuk ta jep patenten pa qenë i sigurt që ai kalon. Ja, absolut. Zyra patentës dhe çdo zyrë tjetër. Duhet të dorëzohen vizatimet teknike, duhet të dorëzohen domethënë përshkrimi, përmbajtja, materia, pretendimi mbi shpikjen dhe të patentohet. Nëse një nuk ndërlidhet me to, ajo nuk mundet të quhet patent, as nuk mundesh me patentu. Edhe nëse ti pretendon të me kopju, nuk mundesh me kopju, se ajo domethënë pala që e ka. Unë po bëj pyetje për me bindë investitorin që ti edhe ai sigurt. Po, altin ki drejt, shumë pyetje qellume. Shumë kush më ka thonë Fidan si çu ku e kam ndërzuar në sajt dizajnit, unë kam ndërzuar një ditë, kam ndërzuar në sajt patentës. Që nëse patenta ti mundesh me mbrojtë si dizajn një produkt. Po në të ndërtimi i materjes brands patent nuk mundet më quhet nëse ti nuk e ke dhënë përmbajtje ndërtimin e tinas, që duhet si çfarë tipare, që do të funksionojë, çfarë, domethënë çka ofron që jo shpikje si risi për tregun. A ke frikë që të vjedhet kjo ide nga dikush? Jo. Jo. Ja. Kjo është domethënë patentume, është e mbrojtme. Është e mbrojtme patentume. Po. Pra ata dhe ma ka dhënë eksperti. A ke tentuar me kompanitë monopole që të marrësh kontakt, ju ke shkruar? Jo, nuk e kam shkruar edhe pse e përshëndes Safet Ramen, është menaxher inkubatorit të ICK-s të Kosovës. Edhe ma pa si propozim, thash nuk po di një herë para 2 javë, thash nuk po di një herë çfarë më bëu, thash po pres një konfirmim pe ekspertit patentës, po unë po mendoj me bëu një paraqitje një show ose një televizioni, edhe pse i kam shkruar Klan Kosovës, i kam shkruar Zerit, i kam shkruar, ja kam bë, domethënë, edhe gjithë e kanë lexuar emailin edhe s'ma kanë pranuar, din si kërkesë që unë të paraqes shpikën teme edhe një ofertë për ndonjë donator që të investoj për prodhimin e kësaj pajisje mobile, apo qoftë edhe për krijimin e një ekipe që tashmë e kam regjistruar një startup në Kosovë, që të mbledhin kokat inteligjente, kokat të zgjura, kokat që kanë inovacion, që zhvillimin e tyre të bartim në një kompani shqiptare, jo të shkojnë të punojnë apo të kontribuojnë për kompanitë tuaja. Kuptoj. Besoj që po më kuptoj. E kuptoj. Këtu kom lexuar që mban një logo kombëtare shqiptare, duke e bërë simbol identiteti dhe krenarie. Po logon që kem pa atë. Jo, unë mendova thash kompania që pretendoj ta ndërtoj, pretendoj që logo, marka e tarme se pajisjes mobile të jetë edhe logo që do të parafasoj identitetin ton kombëtar si kompani, titullarin, domethënë, jo logo, titullarin e monopolit. Nëse merr investim nesër, cilat janë hapat e parë? Po. Nëse marr investim, hapat e parë do të jenë prodhimi i kësaj pajisje mobile, që është shumë domethënë do të jetë shumë e kërkuar. Ku do ta prodhosh? Tash të shumë në bazë të investimeve, pretendoj me kontaktuesi e Mensin. Kam shkruar disa kompanive kineze atje për me prodhu, ata më kanë ofruar pa makineri, më kanë ofruar industri me një fjalë, që unë ta varti ta zhvilloj industrinë në Kosovë për prodhimin e pajisjeve mobile. Qoftë për bateri, qoftë për display, qoftë për manufakturës mobile.
Për nanoteknologji për shembull duhet me pas fabrikat të mëdha, Po, teknologji ato shumë ishin zhvilluar. diçka gjigante dhe ku më folshin për shumë 5 milion, 10 milion, 20 milion, unë thash jo, thash. Sepse në botë janë pak vende që kanë për një Po. këtë Po. industri të zhvilluar, është Tajvani Po. në Azi, është Korea e Jugut, Kina nashta e përndryshe s'ka shumë vende në botë që e kanë mundësitë, e kanë infrastrukturën, Nuk e ka. fabrikat të mëdha për Ashtu. me ndërtu diçka në këtë. Duke marrë parasysh kostet e të tyre shumë të shtrejta, dhe në zhvillimit pajisje, Kina është, domethënë, ajo që sot po heq me monopolin e zhvillimit të pajisje mobile. Fidan erdhë mundësia me bo kërkesën jako ke kamrën, në qoftë se ke dëshirë mjë drejtu dikuj për ta quar përpara këtë projekt. Po, faleminderit shumë Altin. Lutem. Kënaqësia ishte ime, unë jam I hapur për gjithë investitorët të mundshëm për lancimin e këtij produkti, kësaj pajisje mobile, për tregun, njëkohësisht edhe zhvillimin e disa produkte tjera inovative që I posedojnë sirtarin ose si thonë si në sajt thesarit të zhvillimit të tyre në sajt e patentimit njëherë që të mund të kalojmë në një produkt për tregun. Gjithashtu desha t'i përshëndes nëse është e mundshme edhe disa që më kanë ndihmuar familjen përsërisht, vllaun tonë Sure, fisnikun, Afrimosaj, Hashim Beqiraj, familje Morina dhe familje Miroci, gjithashtu desha t'i falenderoj edhe Safet Ramen, edhe ish ministrin e inovacionit Beqa, për mbështetjen financiare që më ka dhënë për zhvillimin e prototipit parë në fushë eksperimentale të pajisjes mobile në rritjen e eficiencës baterisë. Gjithashtu desha të përshëndes edhe këtu ndërcen Mesin Ben, Qazim Ben, e Sadikën të pizzerisë Shlise, të bëjmë pak marketing, ndoshta po ishin shumë zemër hapur, shumë bujar, shumë besuar në zhvillimin tim të inovacionit, edhe po pretendoj që e ardhmja na përket edhe neve si kom për zhvillimin e një kompanie mobile. Bukur, të urojmë shumë suksese, Fidan, Urojmë vazhdo suksese. mos u Shumë ndal, faleminderit, ne Altin. po të përcjellim me duar trokitje Shumë dhe big up faleminderit. duke të uruar suksese. Shumë Faleminderit Fidan Ali Musaj. Faleminderit shumë Fidan Ali Musaj. Interesant marrë, ato me bleqa Interesant. telefon kur dalin. Ta shohim. Me di që rëni muj pa bateri gjigant unë, pari kisha një kredit, kisha shpinë, kisha shit. I urojmë suksese. Qysh? I urojmë suksese. Absolutisht që suksese, inshallah, ec marrë mirë, se na shqiptarët zbesojmë. Na Na zbesojmë. deri si dolin zbesojmë. Kur Po. dolin, krenarin na me ty. Kjo është ashtu. Kështu që suksese Fidan, inshallah, të ndezë edhe vepron çashtu sipas planit që ke. A e mbyllim? E mbyllim. Më po që ki edhe ti. Edhe shikusit, dhe javën tjetër nga unë Marat Pulaj. Natën e mirë.